Gjithë qytetarët janë të zhgënjur, shumë të zhgënjur dhe janë të mblefosur, të revoltuar. Edhe gjithë më falenderohen, thë shqyrci pranove bebir, u gëzuam shumë, dhe unë ju falenderohem, edhe qytetarëve, gjithë partive politike, një prej projekteve, më të mëdhaja, që do ta bëjmë bashku me Vlenin edhe partnerët e qeverisë. Do ta hapim bulevardin që është pengesë e madhe për qarkullimin e komunikacionit. Sune hapen ato për 8 vjetë, asnjë punë nuk bën. Nëse ju pyesin, na kemi bërë shumë punë të mëdha, kemi hapur 4 rrugë. Edhe do ndërtohet ura e dytë të Gjyqi mbi lumin Vardar, se do ite me 2 korsi. Tjetër që do t'i kushtojmë rëndësi që e kërkojnë qytetarët, higjienën. Punën e higjienës. Higjiena do ite në nivelin më të lartë. Do të vizullonet që thot populli, do të vizullonet qyteti, edhe do t'i kushtojmë rëndësi të veçantë, gjelbrimit. Projekt tjetër që e kërkojnë qytetarët, që është shumë i rëndësishëm edhe është kërkesë të gjithëve qytetarëve, sidomos vendbanimeve Qegran, Forin edhe Qajli. Do hapet rruga nga mbarimi i Forinës në fillim të Qajlet, edhe do dilen në qytet, që kur vinë mërgjimtarët që mos bëhet rëmuj e madhe në vendbanimin e Qajles. Këto janë ato projektet kryesore.